E keni dëgjuar ndonjëherë termin gig economy? Nëse jo, me shumë mundësi e shihni çdo ditë në rrugët e Kosovës. Gig economy nënkupton një treg pune ku nuk ka punësim tradicional. Pra harrojeni kontratën afatgjatë, pagën fikse mujore, pushimet e paguara apo sigurimin shëndetësor. Në vend të kësaj, punëtorët paguhen vetëm për detyra apo porosi të ndara. Shembulli më i mirë janë kurrierët që shpërndajnë ushqim ose pako përmes aplikacioneve në telefon. Në shikim të parë duket si liri, punon kur të duash, por hulumtime tregojnë një anë tjetër të errët për shëndetin mendor. Në këtë sistem, ti nuk ke një shef njerëzor me të cilin mund të flasësh. Je në mëshirë të një algoritmi. Studimet e fundit tregojnë se këta punëtor vuajnë nga një stres kronik i quajtur ankthi i algoritmit. Nëse ka porosi, paguhesh. Nëse aplikacioni nuk të dërgon punë ose nëse klientët të vendosin vlerësim të ulët, ti rrin në rrugë dhe fiton 0 euro. Kjo pasiguri financiare i detyron njerëzit të punojnë me orare të zgjatura, pa ditë pushimi duke quar në burnout. Kur kësaj i shtohet trafiku i mbingarkuar i qyteteve tona dhe mungesa e shtigjeve të sigurta, presioni i kohës kthehet në rrezik real për jetën. Herën tjetër që prisni një dërgesë, mbani mend, pas atij aplikacioni nuk është një robot, por një njeri që po navigon me stresit dhe trafikut. Pak mirëkuptim mund t'ia ndryshoj ditën.